Për 3, ku Kurti flet për nevojën për qeveri edhe kuvend të Kosovës. E ndjekim bashkë. Kosova ka qeverinë në detyrë, unë jam kryeministër në detyrë, ajo që mungon Kosovës është kuvendi i ri Republikës. Kuvendi nuk e konstituon fituesi, por të gjithë. Si fitues të zgjedhjeve me 40 deputet dhe me 9 deputet të pakicave që na janë bashkangjitur, e kemi përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Pra fituesi e ka përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Ndërkaq për ta konstituuar kuvendin, përgjegjësinë e kanë që të gjithë deputetët. Dhe po bëjnë gabim që po e pamundësojnë kvorumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje votimit të fshehtë ndodhet e adresuar tek gjykata kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë të tyre. Kurti dha formulën e zgjidhjes sipas tij, po nuk e di a është kjo zgjidhje që e zbërthën situatë. Politik të qëllimshëm, sepse Kurti është në pozicion ku bën qëllimisht këto interpretime politike për me kriju huti. Ismet e përmendi që nuk është krizë institucionale, po është politike. Unë i shoh të dyat, sepse në momentin që është krizë politike, rrjedhimisht se kia institucionet, që është në rast Parlamenti i Kosovës, kuvendi që është organi më i lartë i shtetit tonë, sepse ne jemi shtet në sistem parlamentar dhe nuk është e vërtetë që ka qeveri. Kjo çfarë po thot Kurti nuk është e vërtetë, sepse Kurti nuk është më kryeministër i këtij vendi, pavarësisht se është këtë detyrë, sepse në të kundërtën nuk kishte kryeministër në detyrë. Mirë, po nuk kishte pas nevojë për kushtrim më zgjedhjet hiç. Tani e bën në funksionin e caretaker. Jo, në këtë çka po thot Kurti, Kosova ka qeveri atëherë rre, kreti jetën derisa des, kryeministri në rregull jemi. Arsyeja pse mban zgjedhjet është për me zgjedh qeveri të reja, apo jo? Me zgjedh organe të reja. Kjo është logjika e zgjedhjeve në demokraci. Dhe nuk mund është sot me dash çdo ditë me thonë po, çdo gjë po funksionon në rregull është, po janë do parti politike që atje, në cilët për hesapet vetes po doin me themelu çat kovend, çatu abdin, kjo është logjika e interpretimit që po e bën zoti Kurti, pra po e thjeshtëson konstituimin e institucionit më të lartë në vend. Ky duket diçka si e garë, do thonë që nuk është veç përgjegjësia e jamja. Kjo është e vërtetë që s'është veç përgjegjësia e tij, por është një përgjegjësi që me gjet marrëveshje politike për me shku përpara. Pra, pozicioni i kryetarit të kuvendit nuk është pozicion i ulët politik, është pozicion shumë i rëndësishëm. Dhe për këtë gjë ka nevojë për një marrëveshje të madhe politike. Në këtë rast ka nevojë për koalicion. Pra, sepse kryetari i kuvendit orientimisht vitin e ardhshëm mund të jetë minimum një 6 muaj president. Ushtruesi i detyrës. Ka drejt Kurti. Në këtë rast që e mbylla, dhe në këtë rast ajo çfarë thot Kurti nuk është e vërtetë. Pra është një racion politik i gabumit i thash dhe i qëllimshëm, sepse nuk është interesuar me gjithë zgjidhje, pra është interesuar me shku drejt zgjedhjeve. Gash, a pajtohesh me konstatimin e Kurtit apo me konstatimin e Fidanit? Pjesërisht pajtona me konstatimin e Fidanit edhe pjesërisht pajtona me konstatimin e Kurtit. Ma shumë nuk pajtona me konstatimin e zotit Kurti, sepse konsideroj që natyra dhe ideja logjike e marrjes së zgjedhjeve do të prodhojnë kryeministër të rilegjitimuar me votën qytetare, gjë e cila ka ndodhur para 2 muajve, edhe po është e vërtetë që kemi caretaker apo kryeministër në detyrë, po kjo nuk do të thotë që kemi kryeministër me kompetenca të plota, me legjitimitet qytetar që e nxjerr ky parlament haloj pa konstituar. Kjo është pjesa me cilën unë pajtona me Fidanin edhe nuk pajtona me zotin Kurti, se mendoj që është një te thjeshtësim jo tjetërsim, po te thjeshtësim deri në absurd i natyrës së marrjes së zgjedhjes edhe nxjerrjes së fituesit edhe konflikt me vetveten. Për te kësaj, për sa i përket blokadës, blokada është kryekput i nat edhe tek i opozitës edhe keq lexim i interpretimit sipas mendimit tim të interpretimit të gjykatës kushtetuese në relacion me mos kuptimin apo qëllimisht mos kuptimin e vendimit. Ligji kur nxjerret, gjykata kushtetuese si e tillë kur e bën ban rregullim juridiko-politik të vendit. Nuk ka jurist në botë, nuk ka mjeshtër të ligjit që mundet me imshil kredbirat, ato që në gjuhën angleze quhen loophole, e s'ka në gjuhën shqipe, për që e trajtojnë i natin, dashakëqetësinë apo sasinë i kreativitetit blokadës të konstituimit. Çka quhet në ligj kjo? Quhet e drejta pozitive ose drejta afirmative, apo ma thjesht fryma e kushtetutës. Në letër dhe në gërm nuk mundesh me mshel frymën, e që në princip gjykata kushtetuese aty nuk është
polici trafikut që ta